Me të gjithë përfaqësuesit e diasporës që do të jenë të pranishëm në Teatro Klerici, ndërkohë që pak më herët Edi Rama ka mbyllur takimin e tij me diasporën në Busto Arsizio të Milanos, aty prej nga ku tha të gjithëve se ky është moment historik për takimin me historinë, prandaj nuk duhet ta humbasim, tha kryeministri, as për mustaqet e Kujtim Gjuzit apo hallin personal të bufit të Kënetës. Pse pikërisht Anesti duhet të ishte Kujtim Gjuzi me emër dhe mbiemër, të cilin prej ditës së dieshme duket se ka vënë në tabelën e qitjes. Ka prej kohësh kryeministri që ka vënë tabelë qitje Kujtim Gjuzin, që në momentin kur zoti Gjuzi nënshkroi marrëveshjen për të qenë koalicion me Partinë Demokratike, e ka anatemuar që në momentet e para, herë e ka sulmuar dhe herë e ka lartësuar figurën e tij, ku ka thënë se Kujtim Gjuzi është më i ndrituri mes opozitarëve në koalicionin e Aleancës për Shqipëri Madhështore. Mustaqet e Kujtim Gjuzit ka thënë se do i bëj monument, ka treguar her pas here zoti Rama që e ka jo personale, por mundohet që të glorifikojë figurën e Kujtim Gjuzit për të bërë qesharak edhe të gjithë koalicionin opozitar, por Kujtim Gjuzi dhe zoti Berisha i kanë kthyer disa herë përgjigje ku janë ka qenë përgjigje ballë për ballë, unë themi, ose përgjigje flak për flak me kryeministrin, nuk e kanë përtuar të përgjigjen për këtë retorikë që përdor kryeministri, por zoti Rama vion ende të ketë njëjtën qasje me një prej aleatëve të zotit Berisha. E drejt, kur i referohemi zotit Rama, nuk mund të lëm pa përmendur pak edhe Lulzim Bashën, një seri komike të cilën vetë kryeministri u sigurua që të montohej si duhej për të përcjellë mesazhin. Por kohët e fundit, ajo seri komike nuk është faqur më në rrjetet sociale. A u bë pishman kryeministri që i dha më shumë vëmendje se ç'duhet Lulzim Bashës? I dha vëmendjen për arsye se nëse nuk do jepte vëmendjen, do të sulmoj po njësoj, apo do thonin pse ka frikë Rama që nuk i përgjigjet zotit Basha. Zoti Rama është përgjigjur, në mos gaboj, 10 herë me 10 episode të titulluara për ti Zgjimi i Lulit, ku është përgjigjur çdo pyetje që ka ardhur nga kundërshtari i tij tashmë në petkun e koalicionit Euroatlantik, Lulzim Bashës. Zoti Basha vion që të kërkojë përgjigje nga kryeministri, por nuk po merr ditët e fundit. Kjo për shkak se kryeministri ka qenë pak më angazhuar me hapjen e fushatës apo dhe me takimin e sotëm në Milano. Zoti Basha së fundmi ka publikuar edhe një video tjetër ku i kërkon sërish e pyet me pyetjen e tij ku i ke shokët, por do të shohim nëse kryeministri këtë herë do t'i përgjigjet apo do t'ia lërë sin ish kreu të Partisë Demokratike, tashmë drejtuesit politik të koalicionit atlantik, pasi nuk është kryetar de facto. E drejt, koalicioni nënkupton përfshirjen në të disa logove, apo është thjesht emri i partisë? Emri i partisë që vjen nën titullin e koalicionit. Është luajtur me këtë për të qenë gati për të pasur një koalicion me parti tjera, por negociatat dështuan dhe zoti Basha doli vetë në këtë zgjedhje. Dhe sikurse u reflektua edhe në media gjerësisht, problemi ishte karrigja dhe kush do të ishte emri kryesues i atij koalicioni. Jo më larg se ditën e dieshme, zoti Basha u kujdes që në një ambient të mbyllur intim të prezantonte edhe planin e tij qeverisës. Çfarë mund të themi për rolin e këtij koalicioni në politikën e 12 majit? Kjo do të shihet në 11 maj nëse do të ketë vërtet besim të qytetarët për logon e re të Lulzim Bashës, por deri tani duket që është e veshur me petkun e partisë së vogël. Pavarësisht se zoti Basha pretendon që në 11 maj mund të marrë edhe shumicën, do të jetë forcë qeverisë se ka Partia e Parë që ka prezantuar një program. Kujtojmë që në kohën kur ishin Partitë Demokratike në 1 qershor të vitit të shkuar prezantuan programin me taksën e shesh 9% dhe jo 10%, siç ka prezantuar Partia Demokratike. Pretendojnë se kanë edhe mbështetje ndërkombëtare, ku ditën e dieshme ishte një këshilltar i një deputeti gjerman, Guter Kirschbaum, i cili pati një fjalë të gjatë në takimin e Lulzim Bashës. Prezantohen si një frym e re apo një parti e re që po lind dhe e reja e ardhmja e Shqipërisë, por do të shihet nëse do të kapërcejnë vërtet petkun e partisë së vogël apo do të mbeten te kjo parti e vogël dhe do të dështojnë në 11 maj. Koalicioni i Lulzim Bashës, nga ana tjetër Nisma Shqipëria Bëhet apo Partia Mundësia, vi në këto zgjedhje
me pikërisht me premtimin e drejtimit të qeverisë nesër. Po sa garantuese janë këto formula të reja apo të vjetra të vogla për të organizuar qeverinë, ndërkohë që planet ilustruese janë ato që na vinë drejt për drejt nga bresha e Italisë, ku pritet të nisë nga çasti në çast edhe takimi i kreut demokrat Sali Berisha. Sa i përket partive të vogla, ka një problem që partive të reja në sakse të vogla do t'i shohim në zgjedhje se sa do jenë. Çfarë peshe do mbajnë? Çfarë peshe do mbajnë? Ato asnjëherë nuk kanë pretenduar që do të qeverisin. Pretendojnë që do të marrin një opozit, do të kenë një grusht deputetesh në parlament për të bërë faktor, pretendojnë edhe nga ana tjetër që do të arrijnë të zbresin kryeministrin Edi Rama poshtë 70 mandateve e më pas për të krijuar një frym që në zgjedhjet e ardhshme vërtet mund të qeverisin. Por së pari do të tregojnë veten si opozit, si parti opozitare konstruktive për të shfalosur edhe programin e tyre nga foltorja e parlamentit e mëtej për të arritur ndoshta një rezultat më të mirë në 2029. Deri tani kanë bërë një fushat ndryshe, mund të themi, janë më shumë tek pjesa e mediave sociale dhe takimeve der më der, pasi nuk mund të bëjnë dot takime masive, kjo për shkak të buxhetit limituar, të njerëzve, të mbështetësve të tyre të limituar në këto momente ku edhe pse kanë treguar që mund të mbushin edhe sallat më dha si pallati kongreseve apo pallatet e sportit, sërish është frika se mos nuk mbushin dot sheshet si partitë mëdha që kanë struktura të ngritura. Do të shohim edhe në këto 30 ditë se si do të sillen, pasi janë decizive për partitë e vogla, pasi partitë e mëdha i kanë struktura të ngritura, ndërkohë partitë e vogla do duhet që të mundohen aq shumë për të arritur që të prekin çdo pjesë të territorit, liderët e tyre të udhëtojnë ndoshta edhe 200 apo 300 kilometra në ditë për të arritur në çdo pikë të Shqipërisë. Ja, drejtohemi në këtë moment Sali Berishën, i cili drejtohet foltores nga ku do jap fjalën e tij përpara të gjithë përfaqësuesve të diasporës shqiptare që janë të pozicionuar në breshat e Italisë, në Teatro Klerici shohim që ka shumë të pranishëm, bizotëron ngjyra blu e ndriçimit, ashtu sikurse dhe flamuri i Partisë Demokratike, ndryshe nga kreu i Partisë Socialiste që me ngjyrën e tij të kuqe nuk ka dashur këtë vit të dalë me flamurin e partisë të cilën ai drejton, por referuar flamurit të Bashkimit Evropian, ashtu sikurse dhe flamurit kombëtar shqiptar. Shprovuar disa herë nga kryeministri që dalë përtej logos Partisë Socialiste që në 2013 erdhi merilindjen, u harrua forca e Partisë Socialiste, nuk identifikoi askund PS-ja, edhe në 2021 prap u tentua që të kishte një gjetje përtej Partisë Socialiste, edhe këtë herë kërkohet sërish të shkohet përtej të majzët të djathës, përtej atyre interesave të partive, ndaj dhe kryeministri ka veçuar apo tenton që të rrëmbej vota nga çdo kush, pavarësisht çfarë bindje politike ai ka, dhe mesazhet e tij drejton tek pjesa që jemi përballë historisë, duhet që të votojmë për historinë dhe jo për Partinë Socialiste apo një forcë tjetër politike. E drejt, historia është pas, e ardhmja mbetet një ëndër që bashkohet me cilin do prej nesh në Bashkimin Evropian, sikurse premton kryeministri, moment i takimit me historinë që e cilëson ai, për të cilën nuk duhet askush të mendojë dy herë që vota duhet të jetë vetëm për Partinë Socialiste si garantuese e vetme e drejtimit të vendit në këtë union. Por ajo që mësuam gjatë vizitës së Maria Kajas në Tiranë ishte edhe përgjigje më saktë nga kolegja Fiorella Beleshi se sa lidhet integrimi i vendit me një logo partjake, përgjigja e saj nuk është se e kënaqi kryeministrin, apo jo Anesti? Asnjëherë përgjigjet e ndërkombëtarëve apo të zyrtarëve të Bashkimit Evropian nuk e kanë kënaqur kryeministrin. Kujtojmë edhe në kohën kur ka qenë Varheli, shefi i politikës së jashtme dhe i komisioneri për zgjerimin që ka ardhur në Tiranë, kur është pyetur pikërisht për këtë çështje, nëse lidhet integrimi vetëm me forcën aktuale qeverisëse, kryeministri ka marrë fjalën direkt pas tij, pavarësisht se pyetja nuk është drejtuar kryeministrit, ku ka sqaruar ose ka tentuar të sqarojë që vërtet nuk mund të lidhet, por ne jemi ata që çojmë integrimin përpara, siç bëri edhe në rastin e konferencës me zonjën Kajas, ku sërish pohoi që pavarësisht përgjigjes së komisioneres, e cila tha se integrimi është më shumë se një parti apo më shumë se individët, por është për të gjithë Shqipërinë dhe
pavarësisht ajo thaq edhe pjesën tjetër që 2030 është e arritshme, por duhet një punë shumë e madhe dhe reforma shumë thella, kryeministri sërish theksoi se ne jemi ata që çojmë integrime përpara dhe këto pyetje sipas tij nuk duhen bërë sepse ishin për konsum të brendshëm dhe Edi Rama tani më prej kohësh ka dashur që atë që ndodh brenda territorit shqiptar të mos reflektohet në praninë e të huajve që vinë ta vizitojnë Shqipërinë apo edhe kur shqiptarët janë ata që zgjedhin të vizitojnë zyrat. Siç ishte edhe rasti i fundit zoti Berisha, ku kryeministri pati përgjigje për të, ku sërish deklaroi që nuk duhet bërë, nuk duhet përdorur ajo gjuhë nga kryetari i opozitës, sepasi zoti Berisha bëri një panoramë të zymt të Shqipërisë në zyrat e Parlamentit Evropian në takimin që pati me Partitë Popullore Europiane. Shohim që Krisla Sivita është i pranishëm në këtë takim me diasporën, ndoshta përfiton Amerikani të vizitojë edhe disa prej bukurive të Mesdheut, sikurse është Italia apo Greqia, që me siguri do duhet ta vizitojë përgjatë këtij muaji të fushatës zgjedhore, nga momenti në moment pritet të dalë në ato foltore flamur noka, sikurse është bërë udhës në të gjitha takimet që kemi pasur në diasporë, por janë një sër emrash që duhet i përcjellim njëri pas tjetrit. Ajo që vëmë re nga këto plane direkte është prania e lartë e shqiptarëve që kanë shkuar për ta vizituar, por në plane të pakta të ilustruese deri në këto çaste mund të themi që ishin më shumë të pranishëm në atë takim që kryeministri Rama kishte organizuar sot në Milano të Italisë. Është me udhës që kryeministri të ketë më shumë njerëz në takim, pasi strukturat e Partisë Socialiste janë më të organizuara, bashkë me kryeministrin shkojnë edhe shumë zyrtar të bashkive, të ministrive, siç i kemi parë, një grup deputetësh apo edhe kryetar bashkish, siç pam në rastin e zotit Benet Beci, pasi një pjesë e qytetarëve të Veriut janë të përqendruar në veriun e Italisë, por sërish edhe ky takim nuk është me përmasa të vogla, siç kemi parë takimin në Napoli, që u bë në ambient hapur dhe dukej më qartë paksia e njerëzve në atë takim. Në këtë rast është arritur të paktën që të mbushet salla që është zgjedhur për këtë takim dhe tregon që këtë herë mund të jetë punuar më shumë se sa në takimin e Napolit. Duhet ta themi Anesti që ndonse me Amerikën e lidh e djathta, ajo që përfaqëson shtëpinë e bardhë në këtë momente, njësoj duhet ta lidhte edhe me Italinë fqinje, por Edi Rama ka dashur të bëjë dhe lidhjen direkte me Giorgia Melonin, teksa e cilësoi atë në takimin e sotëm si motra e tij në Rom, që mundsoi gjithashtu edhe një pjesë të madhe të çështjes së pensioneve. Këto janë momentet në të cilat duhet të dëgjojmë himnin kombëtar, ndoshta është e udhës ta lëm për pak çaste në respekt edhe të atyre që janë të pranishëm në atë sallë. Dhe sikurse ka bërë të udhës edhe në takimet e mëparshme me kreu demokrat Sali Berisha, përveç himnit kombëtar shqiptar, është edhe ai italian që luhet në nder të vendit pritës, ku gjithashtu janë të pranishëm edhe zyrtar vendas, që i pam që zoti Berisha është kujdesur ti takoi gjatë orëve të para të ditës së sotme, teksa herët kishte mbërritur në vendin fqinj për të takuar gjithashtu edhe disa grupe interesi dhe për të ndihmuar kësaj në procesin e votës së diasporës, ku gjatë javës që pason në familjet e çdo shqiptari që jeton atje do të shkojë edhe zarfi me atë votë. A është i thjeshtë si proces nëse i referohemi këtij votimi, Anesti?
është i thjesht, do të shkojnë dy zarfa, një më i vogël dhe tjetër më i madh që në çdo shtëpi të shqiptarëve që kanë regjistruar, do të jetë edhe zarfi që do dërgohet, zarfi plastik që dërgohet vota, më brenda tij është zarfi plastik tjetër që do të niset vota drejt Shqipërisë, ka dhe udhëzimi se si duhet votohet, ka një numër telefoni nëse ka problematik për postën, është e gjithë procedura e qartë për çdo shqiptar se si do të votojë dhe se si duhet që zarfat të futen brenda njëri tjetrit. Së pari, qytetari do të votojë logon e partisë e më pas nëse preferon dhe një kandidat, por të asaj logoje partie që ai kërkon të votojë, nuk mund votohet logo një partie dhe kandidati një partie tjetër pasi quhet votë e pavlefshme, nuk duhet të ketë shenja të tjera jashtë kutive të bardha të çdo kandidati dhe logo e partie pasi vota sërish janë të pavlefshme, duhet që qytetari në çdo vend të botës ta dërgojë sa më herët votën drejt Shqipërisë, pasi nëse ajo votë vin pas 11 majit, pas orës 19 kur mbyllet zyrtarisht votimi, quhet e pavlefshme. Si fillim votohet, vota futet tek zarfi i sigluar me gërmën A, zarfi A futet tek zarfi B dhe zarfi B bashkë me zarfin A brenda tij do të futen tek zarfi apo te zarfi plastik mund themi, duhet mbyllen të tre zarfat shumë mirë dhe të thirret postieri që u ka sjell edhe zarfin tek shtëpia e më pas aty ngelet puna e KQZ-s dhe postës për ta sjell zarfin të padëmtuar deri në kufirin më të afërt të Shqipërisë, nga Rinasi apo nga çdo dogan tjetër, ku nga ai moment çdo parti politike ka të drejtë të monitorojë procesin. Edhe në këto momente që ne flasim, në Pallatin e Sportit në Parkun Olimpik janë të vendosura kamerat e KQZ-s dhe gjithë procesi është live 24 orë ku çdo parti politike dhe çdo person tjetër interesuar mund ta ndjek të gjithë procesin e votës të diasporës hap pas hapi. Ndoshta e thënë kështu duket disi e komplikuar, por është më e thjeshtë për të gjithë ata që do e shohin atë zarf tu vinë në shtëpi. Koordinatori i Partisë Demokratike për rajonin e Lombardisë ka fjalën në këtë çast, e ftoj ta ndjek.